Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensioni arriti një pikë të lartë kur Alba shpërtheu ashpër ndaj Ludës, duke ia thënë hapur atë që, sipas saj, shumë kush nuk kishte guxim ta artikulonte. Me zë të ngritur, ton të prerë dhe nervozizëm të dukshëm, Alba e akuzoi Ludën se nuk po e kuptonte lojën që po luaj rreth tij. A nuk e kupton, o i luhatshëm, i tha ajo me revolt, që po të përdor krejt shtëpia? Sipas Albës, ajo dhe Ludo ishin kthyer në mjet primetime, në dy figura që të tjerët i shtyn drejt përplasjes vetëm për të përfituar vetë vëmendje dhe ekran. Alba vazhdoi pa u ndalur, duke i shpjeguar se banorët e tjerë, që nuk din të krijojnë histori apo përmbajtje vetë, po i përdorin ata të dy për të dalë në prime. Nuk din çka me ba, theksoi ajo, dhe përdorin mua edhe ty që të përfitojnë. Na shtyn, na nxisin, e pastaj rrin anash e shikojnë. Fjalët e Albës nuk ishin thjesht shpërthim emocional, ishin akuzë strategjike. Ajo e bëri të qartë se e kishte kuptuar skemën dhe se nuk kishte ndërmend të binte më në këtë lojë. Për të, situatat e krijuara mes saj dhe Ludës nuk ishin spontane, por të ndërtuara qëllimisht nga të tjerët për të ndezur konflikt dhe për të siguruar minuta ekran. Ludo mbeti i heshtur, i kapur mes habis dhe pasigurisë. Ishte e qartë se fjalët e Albës e kishin tronditur. Ajo, nga ana tjetër, ishte e vendosur dhe e qartë, nuk do të ishte më material prime për askënd dhe nuk do të lejonte më që loja e të tjerëve të zhvillohej mbi shpinën e saj. Banorët e tjerë ndoqën situatën me vëmendje, disa duke shmangur shikimin, të tjerë duke kuptuar se akuzat e Albës mund të kishin një bazë të fortë. Atmosfera u bë e rëndë dhe për disa minuta shtëpia u mbush me heshtje të tensionuar. Ky moment nxori në pa një tjetër dimension të Big Brother Kosova, lojën brenda lojës. Jo vetëm emocione dhe debate të çastit, por strategji të fshehta, nxitje të qëllimshme dhe përdorimi njerëzve për përfitime personale. Pas këtij shpërthimi, ishte e qartë se ra.